Po e vazhdoj që aty ku e la Ramushi për zagorët e Albinit. Raportimet për financime me thos parash nuk janë vetëm një problem i etikës profesionale. Ato janë një kërcënimi drejt për integritetin e debatit publik. Nikoni që bëhet kjo. Nikoni mirë që bëhet. Po financohen mediat me thos. Kjo shpenzon ma shumë t'i pare, duke ushy zagar me fysh shqiptarët. Ju lutem regjia janë... Me fysh shqiptarët. Zagori Albinit është Martin Berishaj. Martini është zagori kryesor mas Albinit. Është zagori që është në zonë të i morë pare me thos për organizatës mafioze energetike Gen me Selin Beograd, literalisht pare me thos. Po flasim për miliona. Për miliona që i ka morë në Malzi, për miliona që i ka morë në Prishtinë. Në 6 vitet e funit, në industrin e energetikës, në mblemjet rrymës, kjo bond qeverisë se i ka shpenzu rreth 1 miliard euro. Ma shumë ka shpenzu Kurti me bondën e tij prej vitit 2019 dhe i sot, se sa krejt tjertë bashk prej vitit 2008 dhe në vitin 2019. Martini është koni pagum prej genit Serbis, kure festojke fitoren e vetëvendosjes me raki me Albinin e Glaukun. Zagart këtij pushteti e zagart Albin Kurtit janë edhe ato media që paguhen prej Albin Kurtit, që paguhen prej vetëvendosjes e që janë bo publike para disa ditëve. Zagari Albinit është edhe Jugosloveni që e ka qikën këshilltare të Albinit, që e ka kusherinën udhëhecet vetëvendosjes, që ka pos burrin e tezës Zagart Josip Broz Tito se të Aleksandr Rankovicit për një 45 vjet me radhë. Vazhdojmë atutje. Zagari Albinit është kjo që paguhet prej Albinit për me shpërnda në përshesht Prishtinës informatat e udbës për masakrat në Kosovë. Tema, po supozoj për secilin shqiptar, tema ma sensitive e mundshme. Është ky zagar që literalisht merr pare me thes prej Albinit për me investu në propagandë Serbisë. Kjo është jashtëzakonisht e çuditshme. S'ka ndodhur kur ma parë që me pare tona me i bo argat Serbisë qysh po ndodh tash. Sepse një njeri normal pret që Serbia pagun për këtë punë. Albini o ka pagun vetë. Zagari Albinit është edhe ky nipi i nipit, nipi i Arkonit, që menon që një numër i atyne që kanë luftu kundër Serbisë, kanë luftu sepse kanë dasht me pas pushtet politik. Që kas larg ka shku pra. Një farë lloj generalizimi. Demek, Milon me kuptu që kur dikush e ka marrë pushkën e ka marrë për pushtet politik. Ka dhe shumë zagar tjerë. Ka zagar që merr pare për Albinit, ka zagar që lyp vend në bërd për Albinit, ka zagar që lyp amnisti patriotike për Albinit. Janë edhe do që kanë met kënina, do që pe bojnë punën e tëne, do që e kanë bo punën edhe kur është konë kryeministër e president Thaçi, edhe kur është konë Ramushi, edhe kur është konë Isa e Avdullahi. Do që e kanë bojt me kerë edhe këtë zagar kur është konë në pozit. E di, kë nuk pëmunët me besu, nuk pëmunët me kuptu, qysh hala ka njerëz nonën tjetër që nuk shkojnë me japuth myhyrin, nuk shkojnë me japuth unazën, me amor patin. E kam një lajmë të keq. Ka me i ra me prit shumë. Ka me i ra me rajt shumë. E na hala kena me konë kësajde. Sigurisht, në këtë ndërku, deri sa pret e deri sa ran, edhe ka me vjedh shumë. Ka me vjedh vetë, të e pas familjen e vetë, grunë dhe qiken, që vazhdojnë me jetu në venin më të pasunin në botë, në Norvegji, larg prej tymit të bilicit, larg prej klimës
toksike në vendin tonë. Po, çka me bo? Qëtu jena, qëtu kena me konë, e frika jeme është që një dit, e ajo dit nuk ka me konë shumë largë, me këtë mashtrus, kena mu përbol në shesh. Sepse vjen një moment ku fjallët mo nuk kryn punë. Nuk kryn punë as polemikat e Ramushit në kuvend, e as polemikat e ti në kuvend. Kena me u detyru me mot sheshin, kush ka ma shumë, kush i ka ma trima, kush po fiton ma shumë territor. Fatkeqësisht, kur kena fol për agjendën Serbis në vendin ton, e kena pas parasysh edhe këto. Polarizimin e skajshëm të shoqënisë tonë. Vazhdimisht mbi do premisa të kinse patriotizmit. Po efekti është i njëjtë. Na kena më shku deshtëm apo nuk deshtëm drejt një përplasje civile që nuk ka ndodhur kurrë në vendin tonë. Prej vitit 2019 e tutje, kur këta i kanë fitu zgjedhjet, shoqënia jonë nuk njeh gjuhë kompromisit, nuk njeh gjuhë unitetit, nuk njeh bashkim, njeh përçamje, njeh ndamje, sepse këtu është esenca. Ajo çka e motivon Albin Kurtin nuk është energjia pozitive, është energjia negative. Pra ky nuk është aty për me i bon mirë njerëzve, ky është aty për me ju bon keq njerëzve. Duke shpresu që një numër i njerëzve që e votojnë këto kanë me mirë kuptu këtë energji negative ti. Pra ky ka shku aty jo për me rrit Kosovën, jo për me bashku Kosovën, ky ka shku aty me nda Kosovën. Mbi gjoja një drejtësi sociale. Kjo s'është drejtësi sociale. Kjo është ajo energjia keqe që ky e ka sjell në kryt shtetit, në kryt shoqënisë.